Në plazhet e puthura nga dielli dhe jetën legjendare të natës në Ibiza që ndron një krizë thellë strehimi, e përkeqësuar nga një shpërthim vizitorësh pas pandemisë. Kjo ka krijuar një situatë të papërballueshme për banorët dhe punonjësit sezonal. Çmimet e larta të qeras që të kalojnë pagat mesatare kanë detyruar shumë punonjës në Ibiza të ndajnë apartamente, të udhëtojnë në ishujt fqinj, Menorca dhe Majorca, ose të qëndrojnë në tenda të pa autorizuara. Në Canrova 2, një vend banimi improvisuar, mbi 200 njerëz nga Spanja kontinentale dhe Amerika Latine i drejtojnë jetës në kasole dhe furgon kampingu, sipas të dhënave të qeverisë lokale. Ishulli është parajs, vendi më i bukur që kam parë në jetën time, por ka edhe një anë tjetër, problemin e strehimit, tha Jeronimo Diana, një teknik ujë 50 vjeçar nga Argentina. Një mjek e urgjencë 24 vjeçare tha se nuk kishte zgjedhje tjetër përveç se të ndante një apartament me disa persona për të siguruar jetesën, pasi qiraja ishte 2 fish i pagës së saj. Gjendja e saj dhe e vendasve të tjerë bie ndesh me gëzimin e shkujdesur të shumë turistëve në ishull. Në një përpjekje për të frenuar problemin, autoritetet lokale po marrin masa drastike kundër qirave të palishme turistike. Ata po përdorin një program inteligjencë artificiale që zbulon rezervime të palishme të pushimeve dhe vendos gjoba që fillojnë nga 40.001 euro. Si rezultati kësaj marrëveshje, vetëm në pak muaj kemi hequr 1600 reklama të palishme, deklaroi nënkryetari i Këshillit të Ishullit Mariana Juan Colomar. Sipas Institutit Rajonal të Statistikave, Ibiza pritet 3.28 milion turistë në vitin 2024, 76% të cilëve vinin nga jashtë Spanjës, ndërkohë popullsia rezidente e Ishullit arriti një rekord për 161.485 banorësh.